Okej, thot ai me heto mu ati, më qonë, më akuzo, më nxirr para gjykatës kur të dënohem me vendim të formës prerë, thot ai, atëherë unë do vete të vuaj burgun. Jo, mor jo. Unë bëj veprime parandaluese, sepse po nuk të parandalova, ti do vazhdosh të tani bësh përsëri vepra penale. Ne kemi sot të mbushur po mbaj presidenti i Republikës para burgim. Zoti Meta, sepse sot prokuroria dhe gjykata në vendimet e saj që po ta lëm të lirë ne, ky do bëj përsëri, do kryej përsëri vepra penale. Se çfarë vepra penale do bëj zoti Meta që është një kryetar partie aty, vetëm ata mund ta dinë. Po e mora e solla si shembull këtë histori. Kuptove? Kjo është e gjithë ajo që kërkojnë qytetarët dhe padyshim edhe nga ana juridike, sepse nëse ti e vesh me një imunitet ministrin, atëherë ti aty ke dhënë të bëj çfarë të doj. Po në fundit ai do vjet, do abuzoj, do bëj hipi nesër avionit, iku ju fshyet drejtësisë. Çfarë të mbeti tyja? Çfarë të mbeti tyja? Pa qersa ti aty dënohet, bëj çfarë duash. E pra, kjo është ajo që duhet të ecim çik të avancojmë një çik më shumë në gjykimin për sa i përket të drejtës së prokurorisë për të hetuar dhe të drejtën e gjykatës për të marrë vendime nga ato parandaluese, siç është një vendim pesëdhjetë nga detyra. Zoti Cakani, pas kësaj lëvizje të Edi Ramës, si mendoni, a do mundet kuvendi, pra Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve, që t'i heq, më pas për ta dërguar në kuvend dhe vetë kuvendi t'i heq imunitetin Belinda Ballukut për t'i hapur më pas arrestimit të SPAK-ut, nisur nga kërkesa e këtij institucioni? Derisa zoti Rama dhe majoranca, zoti Rama se aty s'ka majoranca gjatë komandon zoti Rama. Përsa zoti Rama nuk arriti sa të ndryshoj ose të bëj sa shtoj sa tek Nemi 242 i kodit procedurës penale për të dhënë një fuqi edhe për të ndaluar SPAK-un të marrë masa ndaj një ministri ose ndaj kryeministrit, është e kuptueshme që ai nuk do ta lejojë as heqjen e imunitetit, sepse prokurorët e SPAK-ut kanë shkuar me kërkesën për të hequr imunitetin dhe për t'i hapur rrugën arrestimit ose arrestin në burg ose arrestin në shtëpi. Kështu që tani zoti Rama bëri gjithë këtë veprim, po ka shkelur çdo normë juridike dhe normë morale po deshët juve, sepse fundit politika është edhe moral. Dhe tani ai do t'i lejoj, do t'i hapi mundësi SPAK-ut që t'i heqë deputet, t'i heqë mandatin që të nesme SPAK-ut ta arrestoj, po nuk ka kuptim kjo. Ku ishe ai gjikundi thonë asaj shprehjes. Kështu që nuk besoj se kjo ka një kuptim, ka një logjik, qoftë politike, qoftë juridike nga zoti Rama. Zoti Rama e ka të qartë, nuk do lëshoj asnjë për të cilin ai është i detyruar t'i mbajë aty, sepse i din ose kanë abuzuar bashkë, ose i din sekretet që ka abuzuar Rama. Kështu që asnjë prej tyre nuk ka për të votuar, pra nuk do ta votoj, hapi rrugë leje, t'i jap leje për të vazhduar prokuroria më pas masat shtrënguese ndaj zonjës Ballukut. Ky është një precedent shumë i rrezikshëm, i nderuar. Ne kemi pasur raste të tjera, nuk është rasti i vetëm ky. Ne kemi pasur rastin, fundit 2020 janar 2011, për çfarë u bë? U bë sepse kërkonte opozitë kohë, përveç se ishte bërë ata e madhe, se ishte diskutuar një 700.000 euro dhe ajo s'kishte lidhje, po hajt nejse, por dhe zëvës kryeministri zoti Meta në atë kohë nuk po jepte dorëheqje, po rrinte në detyrë. Dhe ata bënamin sepse ai do të jepte dorëheqje, duhet të jetë në dispozicion drejtësisë e kështu me radhë, dhe doqë Shqipërinë, doqë Tiranën, vrave 4 qytetarë në bulevard, edhe sot i kanë bëjnë sikur nuk kanë ndodhur asgjë, dhe sot që janë në të njëjtin pozicion siç ishte zoti Berisha apo zoti Meta në atë kohë, sot bëjnë, vendosin ligjen e betonizojnë kodin e procedurës që mos të ketë asnjë mundësi reale për të marrë masa dëshkuese, ndaluese ose shtrënguese ndaj ministrave. Pra e kupton dy standarde, dy pafërsia morale dhe dy standarde juridik dhe kushtetues që ndjen zoti Rama. Kjo është e vërteta. Pastaj mos harrojmë. Zoti Rama na e lëshoi zotin Ametaj. Ajo që imunitetin zotit Ametaj dhe zotit Ametaj për një akuzë e cila për mua këtë vështrimin tim është një akuzë më kot që ekziston.
e akuzën më kohë që kanë gjetur sfaku. Po një çështje që ti ka thënë që dëm shtetit asgjë, as abuzime detyre asgjë me radhë. Dhe zoti Rama urdhëroi të vetën dhe e hoqën imunitetin zotit Ahmetaj, madje intimidoi të drejtësinë dhe tha, po ti isha unë gjyqtar, tha, do shikonte zoti Ahmetaj si do veproja unë. Besoj që u kujtohet, e tha nga Po patjetër. Në fakt të pyetje doja ty. Po, këtë pyetje doja ty bëja që si është mundur që në rastin e Arben Ahmetajt, Edi Rama bëri prokurorin, gjykatësin dhe në rastin e Belinda Ballukut bën avokatin e madh. Po, sepse me zonjën Balluku është hall. Me zonjën Balluku Rama ka bërë qokat e tij politike, ka bërë qokat e tij të korrupsionit politik, po dëshët ju, sepse me zonjën Balluku ai dha portin e Durrësit. Apo jo? Po. Ai me zonjën Balluku dha portin e Vlorës. Ai me zonjën Balluku ka bërë të gjitha aferat e tij korruptive të rrugës që ka çuar 1 miliard apo 1 miliard e gjysmë. E ka bërë një rrugë fushore me 25 milion euro kilometri. Dhe rrugë të cilat sot po bjen, i keni parë beso gjitha rrugët arteret kryesore që këta kanë ndërhyrë, po bjen të gjitha, po bjen malen, po e zë rrugët. Pra të gjitha korrupsioni politik ose jo të zotit Rama ka patur padyshim zonjën Balluku, i cila ka firmosur në emër të tij. Dhe kjo zoti Rama ka shumë të vështirë që ta lëshoj zonjën Balluku, por lëshoj zonjën Balluku, unë që kam dyshimet e mia dhe për këtë kam bindje, zoti Rama për mua ka të regjistruar procedim penal në SPAK, prandaj ai shtrëmu. Në kënd vështrimin tim si avokat. Dhe me aq sa unë kuptoj nga lëvizjet e tij dhe nga lëvizjet e prokurorisë posaçme, unë tashmë e kam të kristalizuar mendimin që zoti Rama ka të regjistruar procedim penal ndaj tij dhe mbrojtja e Ballukut është pikërisht për këtë arsye. Dhe ndryshimi i kodit procedurës është pikërisht për këtë arsye që prokurorët mos marrin masë ndaluese ndaj tij për ta pezulluar nga detyra. Dhe kjo për zoti Rama për këtë e ka bërë. Nuk e ka bërë as për zoti Begaj, as për zoti Begaj, se ju e dini shumë mirë që zoti Begaj është person i cili i ka dhënë të gjitha pronat e ushtrisë me firmën e tij dhe me bekimin e zotit Rama, dhe ai ishte e tij me sa mbaroi mandatin, ai zoti Begaj është për të arrestuar, këtë ta dini këtë, është për të arrestuar sa mbaroi mandatin. Ai prandaj e bëri president për t'i dhënë një imunitet të përkohshëm, padyshim, ndërsa këto të tjera pastaj se janë histori rakoti, jo mbron atë kryetarin e KLSH-s, jo mbron avokatin e popullit, në kujti bëvo, do arrestoj njeri avokatin e popullit, ai s'man as burga i shkreti. Problemi që ndron këtu që zoti Rama e ka të kot të histori, sepse tashmë ai edhe në syt jo vetëm të juristëve, por edhe të opinionit ndërkombëtar, të politikës ndërkombëtare, e ka sot është në syrin e tyre, të cilët me luk po ja shikojnë të gjitha veprimet e tij, këto ndryshimet që po bën ai në kodin e procedurës apo në kushtetut e kështu me radhë. Kur thoni që kryeministri Edi Rama ka i procedim penal në SPAK, për cilat çështje mund të bëhet fjalë? Për ato që lidhen me Belinda Ballukun apo? Unë bëra një deduksion duke parë parasysh veprimet e tij. Po që mund të ketë. Për mua të gjitha veprimet e tij që ka bërë sepse ai do ketë rënë në dieni të faktit që ndaj tij është regjistruar procedim penal në prokurorinë e posaçme. Dhe këtë kam arritur në përfundimin, sepse nuk ka mundësi që kryeministri të ndryshojë përsëri dispozitat, që ato dispozitat ju e dini shumë mirë, janë ndryshuar në 73 kushtetutës, është ndryshuar në vitin me konsensus në vitin 2012, me propozim atëre që eran dakord të dy partit, dhe zoti Berisha atëherë tha të hiqet për fare imuniteti për deputetët, mos të kenë imunitet fare, të jenë të përballen me ligjin si qytetar të thjesht, dhe ka qenë zoti Rama që nuk donte ta linde. Okej, ju hoqë imuniteti për sa i përket regjistrimit të procedimit penal, marrjes në netim, marrjes pandeu dhe kështu me radhë, por
është lënë imuniteti vetëm për sa i përket kontrollit të banesës, kontrollit personal, apo masave të sigurimit ndaj deputetëve. Dhe zoti Rama me veprimin e dieshëm e ka rikthyer përsëri ligjin e ndryshimet e korrikut të 2012-s, që i kanë dhënë përsëri imunitet ministrave kështu me radhë. Pra, pas 14 vitesh, zoti Rama u kthye përsëri në 2012, ku nuk lejon më që të nisin të merren masa pezulluese, ndaluese ose shtrënguese ndaj deputetëve, ndaj ministrave kështu me radhë. Prandaj them që veprimet e zotit Rama mua më lind dyshimi i paktën edhe jashtësyshëm po deshët që ai është hall dhe për mua në gjykimin tim, në analizën time juridike por dhe politike, mendoj që ai ka të regjistruar një procedim penal atje dhe frika e avancimit të prokurorisë posaçme për një mas ndaj tij ka bërë që ai të ndryshojë nenin 42 të kodit të procedurës penale. Me këto lëvizje që ka bërë kryeministri Edi Rama, deri kur mund të rezistojë në këtë lloj beteje mes tij dhe drejtësisë? Shiko, tani të kthehemi pak te drejtësia. Drejtësinë nuk e ndalon kush sot të veprojë. Nuk e ndalon kush që t'i shkojë deri në fund hetimin ndaj Zois Balluku. Nuk e ndalon kush që të shtojë akuzat për zonjën Balluku. Pra, nëse sot ajo akuzohet për pabarazi në tendera, nesër ata mund t'i ndërtojnë dhe një akuzë korrupsioni. Nuk e pengon kush. Nuk e pengon kush që ta marrin të pandehur për akuzë korrupsioni, madje ta çojnë çështjen edhe në gjykat me këto akuza. Nuk i ndalon kush të vazhdojnë ndjekje penale, por problemi qëndron tek administrimi i provave, sepse një ministër në detyrë ka të gjitha mundësitë që të prish provat. Ka të gjitha mundësitë të prish provat me dëshmitar. Ka mundësitë t'i fshejë, t'i grisë dokumenta, t'i ribëjnë e para përsëri në favor të vetë kështu me radhë. Pra, kjo është meraku i prokurorisë posaçme. Por, për sa i përket hetimit, edhe kryeministri mund ta marrë hetima e ta. Mundet edhe ta dërgojnë në gjykat për X vepra penale. Por, kjo pasaj do ta shikojmë, do t'i lëmë kohë, do t'i japim kohë prokurorisë posaçme, sa ata janë të vendosur, nëse kanë prova, sepse tani ne po flasim me majmë të miqën, nëse kanë prova të mjaftueshme, si për zonjën Balluku, për zotin Rama e për çdo tjetër, dhe t'i ballafaqojnë ato në gjykat, dhe pastaj të vazhdojnë me të kërkojnë dhe dënimet e mundshme. Problemi është që për mua, si avokat, më rëndësishmja është heqja e imunitetit. Ajo është thelbi i çdo gjëje. Kjo që ka bërë zoti Rama në këndvështrimin, nëse do t'i bënim një paralele me atë që me heqjen e imunitetit, është gjykoti. Heqja e imunitetit është e rëndësishme. Dhe te heqja e imunitetit i jep një mundësi spakut që ta arrestojnë së kryeministrin. Siç nxori urdhër arresti për zotin Rametaj. Dhe kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Data 23, mos gaboj, është lënë data për të mbledhur komisioni Këshilli i Mandateve. Dhe të shikojmë, aty është do duket e gjithë qasja që ka zoti Rama ndaj drejtësisë dhe ndaj hetimit penal për sa i përket ministrave të tij e kështu me radhë.